Aksident fatal, humb jetën vëllai i Gjestit. Një aksident me pasoja fatale ka ndodhur këtë të njëjtën në fshatin Qungur të Pejës, ku për pasojë ka humbur jetën një person dhe një tjetër është plagosur rënd. Viktima është Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur shqiptar Besart Kelmendi, i njohur me emrin artistik Gjesti, fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Sipas informacioneve paraprake, aksidenti ndodhi rreth orës 14:00, kur një vetur është përplasur me një motor 4 rrotësh. Nga përplasja humbi jetën Kelmendi në vendin e ngjarjes, ndërsa një tjetër, me inicialet KB, është dërguar me urgjencë në spitalin e Pejës në gjendje të rëndë shëndetësore. Mësohet se ai po i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në opinionin publik, veçanërisht mes ndjekësve të reperit Gjesti. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.